Konfindustria e sheh rritjen e çmimit të karburanteve si rrezik të pritshmërisë së parashikuar në buxhetin e shtetit, për rritjen ekonomike me 5.5% për këtë vit. Konfederata e Industrive sqaron se për shkak të shtrenjtimit të naftës e benzinës, industritë vendore të prodhimit dhe shërbimeve do të pësojnë goditje të forta. Pasoja kryesore e rritjes së çmimit sipas saj është mungesa e plotë e kontrollit të tregut të karburanteve, jo vetëm në çmim, por mbi të gjitha edhe në cilësi. Konfindustria sqaron se pasojat e mungesës së rregullimit të tregut të karburanteve shkaktojnë rritje të kostos krejtësisht të paarsyeshme për biznesin, qytetarët dhe ekonominë kombëtare në tërësi. Kostot shtesë sipas një llogaritje të saj arrin në 150 milion euro në vit, por shifrat e mësipërme nuk përfshin pasojat në makineri, pajisje, mjedis dhe shëndetësi, që shkaktohen nga cilësia e karburanteve në qarkullim në tregun shqiptar, që në tërësinë e tyre shumë fishojnë humbjet ekonomike për biznesin dhe qytetarët. Konfindustria vë në dukje se tregu i karburanteve në Shqipëri është tregu më i madh në vend me një qarkullim vjetor 850 milion deri në 1 miliard euro në vit dhe me ndikim të fuqishëm në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin ekonomik tërësor. Ndaj ajo u kërkon autoriteteve të ndërhyjnë për të përmirësuar sa më shpejt funksionimin e tregut strategjik të karburanteve. Si zgjidhje të këtij problemi, Konfindustria propozon krijimin dhe funksionimin sa më shpejt të një enti rregullator të karburanteve, me synim për të rregulluar dhe kontrolluar çmimin, cilësinë, licencimin e operatorëve tregtar të fushës.